Unë e thash për sa i përket garës 2025. Gara 2025 na dha në 83 mandate. 83 mandate që realisht janë një fitore spektakolare në gjithë Shqipërinë, edhe krahasuar jo vetëm me 4 vite më parë 2021, po me gjithë garat që ndodhin në Shqipëri. Pra edhe kushtetuta kur është ndërtuar me këto raportet votë cilësuar, votë kushtetuese, raporte bipartizane në parlament, nuk e ka menduar që një forcë politike mund të shkonte në 83 mandate. Po ne shkuam në 83 mandate edhe fal respektimit, edhe plotësimit, edhe mbështetjes, edhe realizimit të një premtimi të madh. Kur morëm pushtetin 2013, një nga 3-4 premtime të mëdha ka qenë reforma në drejtësi. Dhe rastet që ju përmendni që tani të gjithë i dinë, janë rastet të dëshmisë së kësaj le të themi reforme të madhe që ne kemi bërë. Pra ku drejtësia të jetë një drejtësi e pavarur, e pandikuar dhe që mund të gjykojë dhe të penalizojë çdo që në diskursin e saj gjendet i fajshëm. Çfarë do të them me këtë? Ju thash që ne kemi 13 vjet si qeverisë. Në 13 vjet që kemi qeverisur, kemi bërë me qindra, me mira, punë, vepra publike, reforma, iniciativa, ecje përpara, problematika, të cilat të gjitha janë në gjykim. Partia Socialiste ka prodhuar në këto 13 vjet qeverisë mbi 180 kryetar bashkie, 3 herë nga 61, 180 kryetar bashkie. Ka prodhuar me 10 ministra, titullar, drejtor që kanë firmosur, kanë proceduar, kanë ecur përpara. Në rastin e do të mbulonim dhe duke thënë që ne fitojmë dhe fitoria mjafton për mos gjykuar mbi të gjitha rastet, njerëzit nuk do na votonin. Po për sa kohë që ne jemi transparent dhe ja kemi lënë në dorë drejtësisë së re të pavarur dhe organeve drejtësisë së re për të gjykuar për të gjitha çështjet dhe për të bërë logjikën e tyre mbi të gjitha gjërat se si janë realizuar, atëherë ne jemi shumë të qartë me njerëzit, shumë të sinqert para tyre dhe natyrisht njerëzit na pranojnë që këtë politikë tonë. Dhe na japin 83 mandate në radhë parë se kemi bërë punë, po dhe në radhë dytë se besojnë që ka institucione të cilat gjykojnë nëse ka pasur afera të cilat njohin diskutim.